Situata e sigurisë në lindjen e mesme vijon të përkeqësohet ndërsa përballja ushtarake mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit po shtrihet përtej vijave tradicionale të frontit. Pamjet e fundit nga territori iranian tregojnë shtollunga të dendura tymi mbi zonat ushtarake prej bombardimeve që sipas raportimeve kanë shënjestruar depo armësh dhe pozicione për lëshimin e raketave. Si kundërpërgjigje, Teherani ka nisur një val raketash drejt territorit izraelit, duke detyruar miliona qytetar të strehohen në bunker. Sirenat e alarmit janë dëgjuar në disa qytete ndërsa autoritetet vendase kanë ngritur nivelin maksimal të gatishmërisë. Mediat shtetërore iraniane raportuan gjithashtu për një sulm ndaj një tankeri amerikan nga gjeri persik, duke shtuar tensione në korridoret detare strategjike. Paralajmërime të ashpra erdhën edhe nga diplomacia iraniane pas goditjes së një luftanie iraniane pranë brigjeve të Sri Lankës, ndërsa burime mediatike flasin për një anije të dytë të dëmtuar në të njëjtën zonë. Një zhvillim i paprecedent është përfshirja hapësirës së Kaukazit. Një dron ka goditur aeroportin ndërkombëtar në Azerbajxhan, duke dëmtuar ndërtesën e terminalit dhe duke plagosur civil. Një tjetër mjet ajror pa pilot ka rënë pranë një zone banimi, çka e ka shtuar shqetësimin e konfliktit, po zgjerohet përtej objektivave të drejtpërdrejta ushtarake. Autoritetet në Baku deklaruan se rezervojnë të drejtën për masa akmarrëse, duke theksuar se vendi nuk strehon baza amerikane, një fakt që shton dyshime se sulmet mund të jenë pjesë e një strategjie më të gjerë presioni nga Irani. Tensionet janë raportuar dhe në kufierin mes Iranit dhe Irakut, ku grupet armatosura kurde thuhet se janë vënë në gatishmëri, ndërkohë forcat izraelite kanë vijuar goditjet ajrore në periferi jugore të Beirutit, zona të njohura si bastione të Hezbollahut, pas paralajmërimeve për evakuim të banorëve. Sulmet kanë shkaktuar viktima dhe dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa 10 mijëra persona janë zhvendosur nga shtëpia e tyre. Shpërthime të reja janë raportuar dhe në disa pika të gjirit, duke treguar se përplasja po merr për masa gjithnjë më të gjëra. Me frontet që po shtojnë dita ditës, rreziku për një përfshirje të plotë rajonale mbetet i lartë, ndërsa diplomacia ndërkombëtare duket ende larg një armpushimi.